realisht është e padrejt në disa këndvështrime, është e padrejt edhe nga fakti që Partia Demokratike ndërtoi listat ashtu si që ndërtoi. Mendoj që kjo është mendimi im personal, më lejo ta them. Mendoj që zonjës Tabaku do t'i shërbente Partisë Demokratike nëse do ishte në listën e mbyllur. Për hir të vërtetës, jo se nuk i shërben jashtë, i shërben akoma dhe më shumë sepse po bën një fushat shumë dinjitoze. Për hir të vërtetës, nëse e kundron aktivitetin e saj politik veçanërisht gjatë kësaj periudhe, është shumë intensive, shumë racionale, shumë konkret dhe po bën edhe shumë logjik faktikisht në fushat dhe më ka pëlqyer shumë. Edhe realisht jam surprizuar nga ky gjë. Është e padrejt për aspektin sepse zonja Tabaku është një politikane e brezit të ri, është një politikane e arsimuar, e artikuluar, dhe Partia Demokratike në këtë situatë që ka nevojë për këtë lloj formati për hir të vërtetës, sepse është dominuar nga formati ekstremist, shumë ekstremist, i një gjuhë pejorative ndoshta të panevojshme, deri në kufit ekstrem, dhe se do ishte një figurë e butë dhe betejat sepse ka dhe një tipar që ndoshta nuk ja vjen ndukje zonjës Tabaku, po ka dhe një tipar shumë interesant në betejat elektorale, në betejat politike brenda Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ka bërë beteja shumë racionale dhe asnjëherë nuk ka rrëshqitur në vulk. Po në qoftë se e ke ndjekur me vëmendje dhe ka ngritur çështje të jashtëzakonshme. Për shembull tek incineratorët ka qenë triumfuese në betejën e saj dhe kjo është një dhjetë të cila nuk mund t'ja mohoj kush. Për sa i përket, pra kjo është e padrejta nga krahu është e padrejt fushata, sepse administrata sot, mazhoranca socialiste ka 220.000 vetëm punësuar me kontratat përkohshme në administratë. Është një numër jashtëzakonisht i madh, shteti i madh, që ka një kontrollim të jashtëzakonshëm dhe do të them që e bën krejtësisht pothuajse inefikase betejën e Partisë Demokratike këtë lloj.